Reprezentimi i dokumentet të ndryshme arkivore na ka intriguar shumë studimi i çështjes që lidhet me masat ekstreme gjuhësore që do të shqyrtuar të arabisë për mënyrën e ruajtjes së vjerës kufitare, kalimin e palishëm. Si kundër e thaj dhe kryetaria e autoritetit në fjalën e saj dhe të tjera gjatë viteve 24 të tjerë, pa llogaritë të kaluara e ambasadave në Korikut të vitit 1990, rreth 13.000 persona u numëruan si paraqitur në raportet e sigurimit të shtetit. Sipas raporteve të sigurimit, shtigjet të cilat u tentuan në kalonin më shumë ishin nga Gjirokastra, Koça, Farata, Erseka e gjithë me radhë. Për familjet e paraqiturve, sigurimi i shtetit vendosi një regjim të re, mbikëqyrje dhe represione. Po çfarë ishte kalimi i kufirit? Dhe çfarë konsiderohej arabisja? Lutem të më shpjegoj që këto foto apo ilustrime, piktura, janë gjetur gjatë studimit tonë në fondin Arkive Autoritetit, fondin Kryesor të Kufirit. Janë foto ilustruese pa një autor, janë zhvilluar islame dhe të kufira shqip, të përshtatura dhe me qese të ndryshme. Kjo është thjesht paleta dhe përdorur për rrugë zyrtare të hyrjes. Pra, është paleta e lishme. Kalimi i kufirit bëhej nëpërmjet pikës kufitare të caktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, duke patur dokumente përkatëse, pasaportë ose leje kalimi të lëshuar nga organi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kur kalimi i kufirit nuk kryhej në këto pika apo edhe kryhej në këto pika, por pa patur këto dokumente përkatëse, automatikisht kishin të bënin me një kalim të palishëm të kufirit dhe kjo quhej arabisja. Arabisja e shtetit u thithua si një nga format më të mprekta të veprimtarisë të shkëlqyer njësore dhe një nga format kryesore të tregtisë të ateut. Dhe pikërisht lloji i kalimit të kufirit në formën e arabisës, të cilën unë do të dalë në prezantimin tim, pati pasojë shumë të ndalë, fatale për te masave, siç ishin burgimit, internimit, por edhe plagimi i jetës. Madje sipas platformës sigurimit të shtetit të vitit 1987, internimi dhe dëvimi ishin masat administrative që merreshin zakonisht pjesëtarë të familjeve të arabisëve apo persona të cilët paraqisnin rrezikshmëri të tjera. Pse ishte kaq e rëndësishme për regjimin diktatorial kontrolli i kufirit, të cilat ishin mënyrat e kalimit, se ishin masat e para të sektorit sigurimit. Sipas studimeve dhe votimeve të brendshme nga ish funksionarë të sigurimit të shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se kalimi i kufirit do të kishte pasojë duke cënuar marrëdhënie shtetërore të mbrojtura posaçërisht me ligj, siç janë sigurimi jashtë një vendi i fuqisë mbrojtëse të tij, influencimi negativisht tek jashtëzhvuari elementi armik, si dhe krijimi i iluzioneve për jetën jashtë shtetit, cënimi moral politik i popullit rreth partisë, nxitja e veprimtarisë armiqësore në përgjithësi dhe asaj të formës arabisjes jashtë shtetit. Kështu, kufirit mbyllën hermetikisht për të parandaluar hyrjen e njerëzve dhe për të parandaluar burimin e ideve dhe kulturave të huaja. Kalimi i palishëm ose arabisja e shtetit realizohej duke kaluar kufirin shtetëror në formë toksore, non-toksore, ujore dhe ajrore. Është konsideruar si më i përshtatshëm kalimi në formë toksore në vendet me relief të thyer, të cilat vështirësonin vërtimin e njësive të shërbimit, shfrytëzimi i kohës kur ndroheshin trupat ushtarake, kalimi duke përdorur kafshët për të mos lënë gjumë. Kalesat non-toksore nuk ishin ndeshur, por dhe ato mund të realizoheshin duke hapur tunelet e nëndeshme në zonat të buta afër kufive. Arabisja nëpërmjet formës ujore i referohet shtigjeve kufitare të përfshishin pjesë ditare, liçenore apo lumore dhe realizohen nëpërmjet barkave, drasave, trareve, komardareve, nëpërmjet ndihmës së kadavave që siguronin sulmarrjen gjatë notit. Arabisja nëpërmjet formës ajrore nuk u rifletua asnjëherë. Megjithatë, mendohet se mund të realizohej nga personi që i drejton, duke përcënuar nga ai që do të arabisej. Sinjalistika apo masat e marra,
Sipas Shëndetësimit të vitit 1985, nga Ministri i Punëve të Brendshme të asaj kohe, heturar në saj, për kriteret të përcaktimit e organizimit të punës operative, masat e marra për parandalimin e kalimit të paditshëm të kufirit ishin forcimi i punës operative, përgatitja e planeve të masave për organizimin e punëve operative, përkapjen e nxehtësimit të aratisëve, ngritja e agjenturës me agent, informator, rezident dhe strehues, për të kufizuar dhe evituar aratisjet. Sigurimi i shtetit të orientuar nga partia të godiste pa mëshirë në tentativë në këtë drejtim. Rëndësi e veçantë i u dha tërhiqjes në bashkëpunim me material shtrëmbues të gjithë personave për kapjen, pasi ngritja e kësaj agjenture ishte shumë efikase për kapjen e aftësimin e banave të shkëlqyer diversant, të cilët do të kërkonin në vend. Vënia në kontroll të banesave dhe lëvizjet të dyshimeve të paratisëve ishin masat e tjera që u morën përsipër. Bashkëpunimi me sektorët të sigurimit dhe gjithë sektorët të tjerë, sidomos me komandat e repartive të kufirit për gjumët dhe sinjalet në kufi. Pas sqarimit të vendit e të postë aratisjes, do të siguroheshin shtigjet dhe rrugët e mundshme nga këto objekte do të tentonte të realizonte aratisjen. Këto objekte do të evidentojnë menjëherë në listën e personave me tendencë aratisje e cila marret nga Departamenti i Punëve të Brendshme. Pamja është tregon sinjalet e lartësi në parë. Atëherë personaliteta e përdorur në kufirit është një panoram që tregon sinjalet në lartësi natën e ditën. Via kufitare e përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme përveç lojeve të armatosura, rrotimeve e të tjera, teknikave të tjera lojë edhe në një element shumë të rëndësishëm që ishte pengesa elektrosinjalizuese jashtë quajturit plan. Kjo pengesë ishte një garë i krijuar me tela përcjellës të energjisë elektrike dhe pikërisht ky garë ishte ndarë në sektor. Kështu, mjetët sinjalizonin programin e kufirit dhe sektoret ku merret kontakti me garën elektrosinjalizuese. Ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pengimin e shkencave dhe kishin efekt psikologjik. Këta sektorë ndahen në dy grupe kryesore. Kalimi pa dhënë sinjal, i cili duhej nga ajo kategori njerëzish të cilët e njihnin situatën dhe kishin njohuri për funksionimin e tyre, dhe kalimi duke dhënë sinjal që duhej nga kategoria e atyre që nuk kishin njohuri. Kalimi i kufirit në sektor të pajisur me pengesë elektrosinjalizuese apo plan bëhej duke bërë telat e pengesave elektrosinjalizuese në vendet ku ajo kalon të afër vijës së kufirit. Gjithashtu, kjo pengesë mund të kalojë edhe në mjete rrethanore ose të përgatitura më parë. Kalimi i pengesës elektrosinjalizuese duke evituar sinjalet në anë të mjeteve dhe izolimin e fijeve të pengesës si batanie, rroba, materiale, prituri apo plastik. Një formë tjetër ishte hapja e rrobave në vende të buta poshtë pengesës elektrosinjalizuese me mjete rrethanore. Gjithashtu, është përdorur dhe kalimi i pengesës elektrosinjalizuese me shkallë portative për gjuri të përgatitura më parë. Lidhur me këtë mënyrë kalimi, pra duke pakrucyer pengesën elektrosinjalizuese me shkallë portative për gjuri të përgatitur më parë, kemi studiuar dhe të paraqetur në rast konkret ku tregohet historia e dy familjeve me 10 anëtar, pa e përmendur me emra, por duke e trajtuar si një fenomen të përgjithshëm. Krahas realizimit të aratisjes, çfarë ndodhte me një individ apo me një grup individësh pasi kaloni kufirin? A merret sigurimi me këta persona edhe pse kishin kalituar kufit, edhe pse ishin jashtë shtëpisë, apo thjesht konsideroheshin të aratisur? Jo. Sipas platformës të rregulluar së evidencës operative të vitit 86, 58-86, për çdo person të aratisur, hapi dosja e paraqisurit dhe paralelisht me hapjen e dosjes tek Punët e Brendshme të rrethet, hapte edhe kapitullin model 4, duke plotësuar gjeneralitetet të përkatëse. Një kopje vendose në dosjen apo fashikullin e paratisurit dhe i dërgoi kartotekës së drejtorisë së tretë, ndërsa një kopje e kësaj karteke i dërgoi dekës së pestë të drejtorisë së parë, që ishte deka e evidencës dhe kartotekës. Dhe shumë interesante është çështja që ishte sigurimi, po theksohet se kur fëmijët më 14 vjeç nuk çelin një dosje por plotësoheshin të dhënat me gjeneralitetet personale dhe kartekat model 4 ku do të dërgohej së bashku me dosjen e prindërve paratisur. Me raste konkret për personat
e ratisur, lidhur me mënyrën e kalimit të pengesës elektrik sinjalizuese, të është quajtur reklam, me shkallë portative të përgatitur më parë, rasti vërtetohet në dokumentet e krijuara nga sigurimi i shtetit. Dokumentet të cilat vërtetojnë këtë kalim kufiri janë autentike dhe i përkasin arkivit të autoritetit fondit të ratisur, fascikulli 1957. Fascikulli daton në vitet 73-1987, ku në brendësi gjenden raporte, vërtetime biografike, informacione, certifikata personale familjare, fotografi familjare, korrespondenca, por dhe materiale të dosjes hetimore kundër të tjera përfshihen proces verbal i qyrjes së vendit të ngjarjes. Po lutem slajdin tjetër. Tabela fotografike të ngjarjes, skica e vendit të ngjarjes, vendimi i ekspertizës e të tjerë. Sipas një relacioni, i cili daton në nëntor të vitit 1983, për shkaqet dhe rrethanat e arratisjes, thuhet se në sektorin e postës kufitare Vërnik, në anën e pikës Kapshtit, në datën 25 në të zvardur të datës 26 qershor, u realizua një kalesë prej 2 familjesh me 10 antarë. Arratisja e tyre u bë e mundur duke ka përcyer gardhin me telat elektrosinjalizuese, pra duke ka përcyer klonin, me shkallë prej druri, të cilat ishin bërë në shtëpinë e tyre, pasi gjatë kontrollit në banesë ju gjetën mjetet e punës. Më lejoni të shtoj se nga shtetimi i kësaj dosje, shkakja e arratisjes ishte qëllimi i familjes së tyre ka qenë pro regjimit të zogut. Ka ndihmuar në organizatën e ballit kombëtar. Në vitin 1955, 2 xhaxhallar janë arratisur dhe thjesht një vit më pas, në vitin 1956, arratisja e babait të tyre. Akuza ishte krim i tradhtis ndaj Abdel, për arratisje në grup nga zona e Bilishtit. Pasoja. Mamaja, pas arratisjes së pjesëtarëve të tjerë të familjes, internohet dhe u mor në përpunim paraprak si agjente e mundshme e zbulimit grek. Në informatën e vitit 86, bëhet me dije se të arratisurit kanë shkuar me banim në Australi, pranë babait të tyre dhe fascikullit do të arkivohet me vlerë historike. Këto janë pamjet orientuese të vendit të ngjarjes, shigjitat tregojnë, kjo janë pamjet të klonit, pra gardi me telat elektrosinjalizues. Shkallët janë gjetur në këtë pozicion fillimisht dhe më pas janë bërë fotografi, po, kjo duke drejtuar shkallët është bërë fotografimi tjetër. Pamje gjatë ekspertizës dhe tek konkluzionet, kontrolli absolut i kufirit solli, rritjen e numrit të vrasjeve në kufi, rritjen e numrit të personave të ndjekur, të burgosur, të internuar, survejimin më të lartë të sigurimit të shtetit, dhe këtë na e provon numri i lartë i dosjeve të krijuara nga sigurimi, rritja e vigjilencës së sigurimit të shtetit për të parandaluar kalimin e kufirit në mënyrë që të siguronte gjatësinë e pushtetit duke izoluar popullatën nga të gjitha drejtimet. Faleminderit.